Vap dhe temperatura të larta, cilat fruta ju ndihmojnë të freskoheni. Kur temperaturat të rriten gjatë muajve të verës, organizmit I duhen më shumë lëngje, krahas konsumimit të ujit, edhe përzgjedhja e disa ushqimeve mund të jetë me rëndësi të veçantë për hidratimin. Perimet dhe frutat me përmbajtje të lartë të ujit ndihmojnë në zëvendësimin e lëngjeve të humbura. Në të njëjtën kohë, ato I ofrojnë trupit vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë ushqyes të domosdoshëm për funksionimin e tij normal. Sipas ekspertëve, ruajtja e nivelit të duhur të hidratimit në ditët e nxehta përmirëson punën e përgjithshme të organizmit, ndihmon në kontrollimin e temperaturës trupore dhe ul mundësinë e dehidratimit dhe lodhjes. Mes ushqimeve më të pasura me ujë renditen kastravecat dhe domatet, pasi më shumë se 90% e përmbajtjes së tyre është ujë. Në ditët e ngrohta rekomandojnë gjithashtu shalqiri, luleshtrydhet, grejpfruti, piepri, pjeshkat, boronicat, ananasi dhe mjedrat. Falësasisë së madhe të ujit dhe shijes freskuese shalqiri është ndër ushqimet më të pëlqyera të stinës së verës. Ndërkohë, luleshtrydhet dhe grejpfruti jo vetëm që ndikojnë në hidratim, por përmbajnë edhe shumë vitamina dhe antioksidant. Për të freskuar në motë të nxehtë, zgjedhjet përshtatshme janë edhe piepri dhe pjeshkët. Ananasi dhe mjedrat nga ana tjetër japin organizmit lëndë të tjera ushqyese së bashku me ëmbëlsi natyrale. Përfshirja e rregullt të këtyre ushqimeve në dietë mund ta ndihmojë trupin të përballojë më lehtë vapën, të mbajë të hidratuar në nivel optimal dhe të ruajë energjinë përgjatë gjithë ditës. Megjithatë, specialistët nënvizojnë se as frutat dhe as perimet nuk e zëvendësojnë ujin. Ato shërbejnë si një plotësim I shëndetshëm I ushqyerjes së përditshme dhe si ndihmë e rëndësishme për përballimin e nxehtësisë gjatë verës.